Pyetjet se përse shkruan një shkrimtar ose cili është momenti që e bën atë t'ja mësyj një vepre janë të shpeshta. Përgjigjet zakonisht sillen në një rreth vicioz, por as vetë shkrimtarët s'ia vën pikën një përgjigjeje edhe kur flasin për përvoja krejt personale. Dikush e sheh si thirrje të brendshme nevojën për të shkruar, e disa edhe si moment që ka nevojë për të treguar diçka. Krijimi dhe shpirti është titulluar diskutimi publik i organizuar nga Libraria Dukagjini me rastin e ditës botërore të librit dhe të drejtave të autorit. Por ky diskutim me drejtoreshën e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit në Shqipëri, Alda Bardhyli, dhe shkrimtaren Ag Apolloni, ka shkuar shumë përtej. Ndikimi i teknologjisë, rrjeteve sociale në interesimet për lexim edhe leximin në gjuhë të huaja i brezave të rinj, qenë po ashtu pjesë e diskutimit. Moderuar nga Latif Mustafa, dyshja ka ofruar perspektivat e veta për çështje të ndryshme. Bardhyli, e cila është edhe krijuese, ka thënë se si Tirana edhe Prishtina kanë shumë arsye për të folur për librin. Në këtë rast ka shtuar se libri e ka mbajtur gjallë dhe e ka zhvilluar gjuhën shqipe. Unë kam pyetur shumë shkrimtarë pse shkruajnë, jam përpjekur dhe vetë që ta kuptoj këtë pyetje, por besoj që përgjigjja tek gjithë secili prej nesh është e brendshme. Ka të bëjë ndoshta me rrugtimin ton, ose ndonjëherë mendoj, për shembull po lexoja para disa ditësh, diçka mbi atë çfarë feja i quan thirrje, një lloj përcaktimi që njeriu e merr herët që në gjenezën e tij, që në momentin që ai kupton qasin që do të ketë në jetë, ndoshta dhe shkrimi është një lloj thirrje. Kurse shkrimtari e profesore universitar Ag Apolloni, në këtë rast ka marrë shembull filmin Agoni dhe Ekstaz, që flet për Michelangelon para se ta punonte muralin me nam në Kapelën Sistine në Rom, ku paraqiten Zoti dhe Adami. Ai del shëtit është në hall të madh dhe nuk i ndihmon kurrë për me zgjidh këtë problem. Dhe merr gjumin në një farë kodre, kur zgjohet pak si me një farë jermie, ishe rret dhe rreti ja japin atij del i duket si fytyrë e Zotit, sikur e pa fytyrën e Zotit. Dhe sikur i pa ata gishtat që në rol i piktuar. Dhe ban tur dhe shkon edhe e kryen atë që. Më pas është kaluar edhe te ndikimi i rrjeteve sociale të lexuesit. Apolloni ka përmendur se në një rast në Berlin kishte hasur në një vepër të Kafkës të mbuluar me një mbishkrim, i famshëm në TikTok. Këtë e ka përshkruar si një ofendim për këtë autor botëror. Alda Bardhyli ka thënë se i pëlqen t'i shoh dialektet si pasuri. Ka përmendur se ka autor në Shqipëri që shkruajnë në gegnesht. Pëlqen që të ruajmë atë standardin, se është shumë e rëndësishme që ne të bëhemi bashkë, se kur autori shkruan një libri nuk është vetëm për kënaqësinë e leximit. Libri, fjalët janë edhe për të ruajtur gjuhën, për ta mësuar gjuhën, si ta përdorim, si ta pasurojmë atë, si të ecim në gjuhë. Ka shkuar më tej duke përmendur faktin se brezi i ri lexon krejtësisht në anglisht. Ata që sot janë 5 vjeç në dekadën tjetër, unë besoj që ata do komunikojnë vetëm në anglisht. Kështu duhet të shohim edhe këtë forma se si duhet ta ruajmë shqipen, se kjo është një gjuhë që ka mbjetuar presioneve historike, kam parasysh pushtimin 500 vjeçar turk, ku shqipja doli arriti të mbjetonte presionin që ka pasur pikërisht shqipja edhe këtu në ish Jugosllavi, dhe është një gjuhë që ka aftësi të jashtëzakonshme. Moderatori Mustafa ka treguar shembuj se si të rinjt kërkojnë libra me të madhe në anglisht. Apolloni në këtë rast ka thënë se çështja e dialekteve dhe gjuhës standarde është diskutuar shumë. Unë mendoj se vetë gjuhët, krijimi i gjuhëve ka ardhur për shkak të izolimit, për shkak të largësisë, edhe sot janë diku mbi 7.000 gjuhë në botë. Unë kam menduar që janë shumë më pak, e pashtërisht në 7.000. Edhe ky përbën shqetësimin kryesor
të sotëm, domethënë. Nuk është më shqetësimi vetëm i dialektit në raport me standarde. Te na po kuptohet, po ne jemi gjuhë e vogël. Në këtë rast ka përmendur se shqiptarët janë shumë të lidhur me gjuhën e tyre. Mos e bëft zoti me vdek gjuha shqipe. Po realisht kur e mendojmë për te kësaj, kur e mendojmë racionalisht, një botë në një glob do të ishte diçka perfekte. Pa emocione. Pra, komunikojmë, merremi vesh që ajo gjuha internacionale, që ajo bëhet gjuha amtare e jona, na e ndjejmë si gjuha amtare dhe krejt në rregulla. Pra është duke u diskutuar edhe në këtë problem. Është thelluar edhe më në këtë temë duke treguar se në veprën e tij të re që do të botohet këto ditë, ai shkruan se si do të ketë një gjuhë standarde në krejt globin brenda shekullit. Një latinishtje e re, anglishtje, po, qysh ishte latinishtja për mesjetën. Pra, nuk do të na duhen shekuj me pritë, dekada po. Apolloni është dukur goxha i bindur për këtë. Ka elaboruar se i dhimbset gjuha shqipe për shumë arsye, por në perspektivë racionale duket se bota po shkon drejt një farë unisimi të gjuhës. Në këtë rast, profesori universitar Agem Vinca, si thuaj se çdo herë, ka reaguar sa u përket dialekteve, e po ashtu edhe asaj që shihet si një standard botror në gjuhë. Vinca ka thënë se gegnishtja s'ka qenë e njësuar brenda vetës, kurse toskërishtja që është bazë e standardit, po. Ka thënë se nuk pajtohet me zhdukjen e gjuhave amtare, pasi kjo do të ishte katastrofë për njerëzimin. Trendet e leximit flasin se anglishtja post që dominon çdo ditë më shumë, rrit hapësirën e saj. Se cila do të jetë e ardhmja, ka shumë parashikime, por se brezat e rinj anojnë me të madhe nga anglishtja s'do fort mend.